Themelet të qëndrueshme. Mësimi 17. Ky mësim trajton disa çështje shumë të rëndësishme. Çfarë quhen Perëndia drejtësi? Si mund të quhet dikush njeri i drejtë në sytë e Perëndisë? A shqetësohet Perëndia nëse dikush zgjedh jetën imorale? A është homoseksualiteti më të vërtet mëkat? Bibla i përgjigjet këtyre pyetjeve shumë qartë. Kjo histori na kujton ato që kanë ndodhur në ditët e Noeut dhe na bën të mendojmë edhe atë që po ndodh edhe sot. Në shoqërinë tonë, ti u largua nga Abrahami, Zoti i foli Abrahamit dhe i premtoi edhe një herë se do t'i jap atij të gjithë tokën e Kananit. Zanafilla 13, 14, 17 thotë: Dhe Zoti i tha Abrahamit, mbas ndarjes së Lotit prej tij: "Ço tani sytë tu dhe shiko nga vendi ku je drejt veriut e jugut, drejt lindjes dhe perëndimit. Tërë vendin që sheh, unë do të ta jap ty dhe pasardhëve të tu, për gjithnjë, dhe do t'i bëj pasardhësit e tu si pluhurin e tokës. Prandaj, nëse dikush mund të llogarisë pluhurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit e tu. Ço në këmbë, bie rreth e qark vendit, sepse unë do të të jap ty. Sa hyje mund të shohësh në qiell dhe kur është errësirë natën pa re." Një natë Perëndia e mori Abrahamin jashtë çadrës së tij dhe i tha të vështronte lart dhe të shite nëse ai do të mund të numëronte yjet. Perëndia i premtoi Abrahamit, bile edhe përpara se të kishte fëmijë, që pasardhësit e tij do të ishin të shumtë si yjet. Zanafilla 15, vargu 5-6 thotë: Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: "Vështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet. Në rast se mund të numërosh." Pastaj shtoi: "Kushtu që kanë për të qenë pasardhësit e tu." Dhe ai besoi Zotit dhe ja vuri në llogari të drejtësisë. Abrahami besoi Perëndisë, atë që premtoi Perëndia, duke si e pamundur. Abrahami dhe Sarai kishin qenë të martuar për vite me radhë dhe tani ishin të moshuar, por ata kurrë nuk kishin mundur të bënin fëmijë. Por Abrahami besoi Perëndisë se ai do t'i jepte një fëmijë dhe do t'i dërgonte shpëtimtarin si një nga pasardhësit e tij. Prandaj, nga që Abrahami besoi Perëndisë, Perëndia e pranoi atë sikur të mos kishte asnjë mëkat. Abrahami ishte mëkatar, po për shkak të besimit të tij tek Perëndia, ai u pranua nga Perëndia sikur të ishte krejtësisht i përsosur. Zanafilla 15:6 thotë: Dhe ai besoi Zotit, që ja vuri në llogari të drejtësisë. Çfarë është drejtësia? Rënia e fjalës është e drejtë. Perëndia e cilësoi të drejtë dhe duke konsideruar të drejtë e bëri edhe të pranueshëm për Perëndinë. Por Abrahami ishte mëkatar, si një pasardhës i Adamit, si edhe në të gjithë. Çfarë gjeti Zoti tek Abrahami që e quajti atë njeri të drejtë? Pse e pranoi Perëndia Abrahamin, një mëkatar? E vetmi arsye pse Perëndia e quajti atë të drejtë ishte sepse Abrahami besoi Perëndisë. Mund të thoni që megjithëse llogaria e Abrahamit me Perëndinë ishte me shenjë të kuqe për shkak të mëkatit të tij, Perëndia cilësoi atë si njeri të drejtë. Pse e bëri Perëndia këtë gjë për të? Sepse Abrahami i besoi Perëndisë. Abrahami e dinte se ai vetë nuk mund të shpëtonte veten e tij nga mëkatet e tij, por ai besoi Perëndisë që Perëndia do të dërgonte një shpëtimtar që do të ishte në gjendje të shpëtonte atë nga Satani, nga mëkati dhe nga vdekja. Zanafilla 15, vargu 13-16 thotë: Atëherë Zoti tha Abrahamit: "Dije me siguri që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si të huaj në një vend që nuk do të jetë i tyre, dhe do të jenë skllëvër dhe njerëz të shtypur për 400 vjet. Por do të gjykoj kombin, shërbyesit e të cilit do të kenë qenë pas kësaj. Ata do të dalin me pasuri të mëdha, sa për ty do të shkosh në paqe pranë prindërve të tu dhe do të varrosesh pasi të kesh arritur një pleqëri të bukur. Por në brezin e 4, ata do të kthehen këtu, sepse
padrejtësia amorejve s'ka arritur ende kulmin. Perëndia i dinte të gjitha që do të ndodhin pasardhësve të Abrahamit para se ata të lindin. Ai e dinte çfarë do të ndodhte javën tjetër, vitin tjetër, 10 vjet më vonë, po 100 ose 200 vjet më vonë, askush nuk i di përgjigjet e këtyre pyetjeve veç Perëndis. Vetëm ai di gjithë shka për të ardhmen tonë. Dhe në filla 17, 1 deri në vargu 5, thot, kur Abrahami u bë 99 vjeç, Zoti doli përpara dhe i tha, unë jam Perëndi i plot fuqishëm, ecë në praninë time dhe qëndroj ndershëm, dhe unë do të caktoj beslidhjen time midis meje dhe teje dhe do të shumoj fort. Atëherë Abrahami përuli fytyrën në tokë dhe Perëndia i foli, duke i thënë, sa për mua, ja unë po bëj një beslidhje me ty. Ti do të bësh babai një shumicë kombësh, dhe nuk do të quhesh më Abram, por emri do të jetë Abraham, sepse unë do të bëj baban një shumicë kombësh. Perëndia i foli përsëri Abrahamit, kur ai ishte 99 vjeç, Perëndia e ndryshoi emrin e Abrahamit në Abraham, sepse Perëndia premtoi që ai do të ishte babai i shumë pasardhësve. Abram do të thot babai lartësuar, Abraham do të thot babai një shumicë fëmijësh. Zëna filla 17, vargu 15-16 thot, pastaj Perëndia i tha Abrahamit, për sa përket Sarajt, grua sate, mos e quaj më Saraj, por emri i saj do të jetë Sara, dhe unë do ta bekoj dhe do ta bëj që ajo të jap edhe një birë, por unë do ta bekoj dhe prej saj do të lindin kombe, mbretër popujsh do të dalin prej saj. Perëndia gjithashtu e ndërroi emrin e Sarajt në Sara, sepse megjithse ai kurrë nuk ishte qenë në gjendje të bënte fëmijë, Perëndia i premtoi se ajo do të bënte një djalë. Saraj do të thot princesh, ndërsa Sara do të thot nënë e kombeve. Ajo do të bëhej nëna e miliona pasardhësve. Zëna filla 17 thot, atëherë Abrahami u shtri në fytyrën ndaj tokës dhe qeshi, dhe tha në zemrën e tij, a do të lind vallë një fëmijë nga një njerëz 100 vjeçar? Dhe do të lind Sara që është 99 vjeçe? Na duket si e pamundur që Abrahami dhe Sara do të kenë një djalë. Abrahami po shkonte 100 vjeç, Sara do të ishte 99 vjeç, por premtimi nuk lidhe me dobësinë e tyre njerëzore. Ai që bëhej premtimin ishte Perëndia, dhe ai ishte plot i fuqishëm. Le të shohim tani Lotin, nipin e Abrahamit. Zëna filla 18, vargu 20-21 thot, dhe Zoti tha, me qene se britma që ngritet nga Sadoma dhe Gomora është e madhe, dhe me qenë se mëkati i tyre është shumë i rëndë, unë do të zbres për të parë nëse kanë bërë më të vërtetë sipas britmës që ka arritur tek unë. Në rast të kundërt, do ta mësoj. Ju e mbani mend që Loti shkoi për të jetuar pranë këtyre dy qyteteve të këqij. Edhe pse në botë në atë të kohë kishte shumë njerëz, Perëndia e dinte shumë mirë se çfarë bënin njerëzit e Sodomës dhe të Gomorës, dhe ai dëgjonte çdo gjë që ata thonin. Perëndia për një kohë të gjatë kishte qenë shumë i pakënaqur me këto dy qytete të mbrapsht. Bile edhe përpara se të shkonte Loti atje, për një kohë të gjatë Zoti kishte qenë i dërueshëm me banorët e tyre. Por tani ai vendosi që ai nuk mundi të tolerojë me kaqmëritë e tyre. Ata nuk mund të shpëtonin gjykimit të Perëndisë. A e mbani mend me sa durim priti Perëndia që njerëzit në ditët e Noe të pendoheshin për mëkatet e tyre? Por një ditë vjen koha kur Perëndia mendon se u ka dhënë njerëzve kohën e mjaftueshme për të penduar. Asnjë prej tyre që nuk pranuan të besonin Perëndisë nuk i shpëtuan gjykimit të Perëndisë. Ai është suprem dhe sovran. Ai nuk pyet njeriu se çfarë do të bëj. Kur ai vendos të dënojë mëkatarët, kush nuk mund ta ndalojë Perëndinë. Duke qenë se Perëndia nuk e dënon me njëherë mëkatarin, duket sikur Perëndia e ka lënë lehtë mëkatin. Sidoqoftë, ai do të dënojë mëkatin,
Askush nuk mund të shpëtojë gjykimit të Perëndisë, të krijuesit tonë të plotfuqishëm. Ai sheh dhe do të dënojë mëkatin e çdo njeriu. Zanafilla 19:3 thotë: Por të dy engjëjt arritën në mbrëmje në Sodome, ndërsa Loti ishte ulur te porta e Sodomës, sa i pa u ngrit në këmbë dhe u dol përpara dhe u shtri me fytyrën në tokë dhe tha: Zotëritë e mi, ju lutem, hyni në shtëpinë e shërbëtorit tuaj, kaloni aty natën dhe lani këmbët, pastaj nesër në mëngjes mund të çoheni shpejt dhe të vazhdoni udhëtimin tuaj. Por ata u përgjigjen: Jo, do të kalojmë natën në sheshin. Por ai nguli këmbë aq shumë sa dhe ata erdhën tek ai dhe hynë në shtëpinë e tij. Ai u përgatiti një banket dhe poqi bukë pa tharmë dhe ata hëngrën. Ku ishte Loti? Më parë Loti po jetonte pranë atij qyteti. Tani e kishte shkuar brenda në qytet dhe po jetonte në mes të njerëzve të ligj. Kush ishin vizitorët e tij? Dhe pse erdhën ata? Ata ishin nga engjëjt e mirë të Perëndisë që nuk e kishin ndjekur Satanin. Perëndia i dërgoi këta dy engjëj që të palëmornin Lotin dhe familjen e tij për ata që do të ndodhnin. Perëndia e dinte që Loti besonte atij, edhe pse Loti jetonte midis këtyre njerëzve të ligj në Sodom dhe Gomorë. Perëndia di gjithçka. Bibla na ndihmon të kuptojmë mëkatin e Sodomës. Ezekiel 16:49-50 thotë: Ja kjo që pa utësia e motrës sate, Sodoma, ajo dhe bijet e saj jetonin në kryelatësi, me bollokun e bukës dhe me një plogështi të theksuar, por nuk përkranin dorën e provuar dhe të varfrit. Ishin fodulle dhe kryenin veprime të nevojshme përpara meje. Prandaj i hoqën nga mesi kur e pash këtë. Këta njerëz ishin krenar, ata ishin llupsa dhe nuk donin të dinin për nevojat e të tjerëve. Zanafilla 19:4-7 thotë: Por para se të shkonin në shtrat, njerëzit e qytetit, njerëzit e Sodomës, rrethuan shtëpinë. Ishin të rinë në pleq. Tërë popullsia mbledhur nga çdo anë, thirrën Lotin dhe i thanë: Ku janë njerëzit që erdhën te ti sonte? Na i nxjerr jashtë që mund t'i njohim. Loti doli drejt tyre para portës së shtëpisë dhe mbylli portën pas tij dhe tha: O vëllezërit e mi, mos u sillni kaq keq. Merr parasysh çfarë pasazhi i trishtueshëm, por Perëndia ka vendosur atje që ne ta lexojmë. Dalësh për një moment dhe mendo: a mos valli është më mirë shoqëria jonë sot? Fjala Sodome përdoret edhe sot në gjuhën tonë, sepse mëkati akoma është mes nesh. Plani i vetëm i Perëndisë për seksin ishte që ai të ishte një lidhje e veçantë midis burrit dhe gruas së tij, si dhe mënyra që ata të kishin fëmijë. Pasionet jo të natyrshme, të mbrapshme, jashtë kontrollit, egoiste, që sundonin në Sodom, janë edhe sot të gjalla. Shoqëria jonë sot kërcënohet nga një sëmundje të mëshme, sepse burrat dhe gratë nuk kanë pranuar planin e Perëndisë për jetën e tyre. Zgjedhja e hershme e Lotit për një tokë më të mirë doli krejt ndryshe. Tani kur shohim këto skena të tmerrshme, pse të mos kishte dërguar Perëndia engjëj të tjerë? Dhe Loti dhe vajzat e tij do të kishin po atë mbarim të tmerrshëm. Por Bibla na thotë se Loti besonte Perëndisë dhe ai e shpëtoi atë. Dhe në fillën 19:10-17 thotë: Por ato njerëz zgjatën duart e tyre dhe tërhoqën Lotin brenda shtëpisë bashkë me ta dhe mbyllën derën. Goditën verbërisht njerëzit që ishin te dera e shtëpisë, nga më i vogli deri te më i madhi. Kështu që u lodhen në orvajtjen për të gjetur derën. Atëherë ata njerëz i thanë Lotit: Kë tjetër këtu, nxirr nga ky vend dhe ndurët e tu, bijet dhe bijet e tua, dhe cilindo që ke në qytet, sepse ne po bëhemi gati ta shkatërrojmë këtë vend, sepse britma e banorëve të tij është e madhe përpara Zotit.
dhe Zoti na dërgoi për ta shkatëruar. Atëherë Loti doli dhe u foli dhe ëndërve të tij që ishin martuar me bijat e tij, dhe tha: "Çoni, largoni nga ky vend, sepse Zoti do shkatërrojë qytetin." Por të ndurët e tij patën përshtypjen se ai po bënte shaka. Sa doli Akimi, engjëjt e nxorët Lotin duke thënë: "Ço, merr gruan dhe bijat e tua që gjenden këtu, që ti të mos vdesësh në dënimin e këtij qyteti." Duke qenë se ai po nguronte, ata njerëz e morën për dorë atë, të shoqen dhe dy bijat e tij, sepse Zoti i kishte ardhur mëshirë për të, e nxorën jashtë dhe shpëtuan jetën duke e çuar jashtë qytetit. Ndërsa po e çonin jashtë, njëri prej tyre tha: "Ik shpejt për të shpëtuar jetën tënde, dhe mos shiko prapa e mos u ndal në asnjë vend të fushës. Shpëton në mal që të mos vdesësh." Perëndia nuk e shpëtoi Lotin me gruan dhe vajzat e tij, sepse ata ishin njerëz të mirë. Loti nuk po jetonte si njerëzit e ligjit të Sodomës, por edhe ai kishte lindur mëkatar. Megjithatë, Loti kishte pranuar Perëndisë që ai ishte mëkatar dhe kishte besim në mëshirën e Perëndisë. Loti besoi premtimit që ai kishte dhënë Adamit dhe xhaxhait të tij, Abrahamit, për ardhen e shpëtimtarit. Engjëjt e Perëndisë e morën Lotin përpara se qytetet e këqij të shkatërroheshin. Perëndia gjithmonë i shpëton ata që i besojnë atij. Abeli i besoi Perëndisë dhe Perëndia e pranoi atë. Noeu i besoi Perëndisë dhe Perëndia e shpëtoi atë nga mbrëmbytja. Loti i besoi dhe Perëndia e shpëtoi atë përpara se Sodoma të shkatërrohej. Zanafilla 19:24-25 thot: Atëherë Zoti bëri që nga qielli të binte sjufur dhe zjarr mbi Sodomën dhe Gomorën nga ana e Zotit. Kështu ai shkatërroi ato qytete, tërfushën, tër banorët e qytetit e gjithçka binte mbi tokën. Sapo Loti doli shëndoshë mirë jashtë qytetit, Perëndia shkatërroi Sodomën dhe Gomorën. Perëndia urren mëkatin. Ashtu si shkatërroi botën me anë të përmbytjes në kohën e Noeut, tani ai po shkatërron këto njerëz të ligj me anë të zjarrit. Tek 2 Pjetrit 2:6 Perëndia konsideron shkatërimin e këtyre qyteteve si një shembull për të treguar se çfarë mund të ndodhë njerëzve që nuk pranojnë Perëndinë. Perëndia është akoma dhe sot e kësaj dite i njëjtë. Ai nuk ka ndryshuar. Ai edhe sot e sheh dhe urren mëkatin. Askush nuk mund të shpëtojë gjykimin e tij. Zanafilla 19:26 thotë: Por gruaja e Lotit ktheu kokën për të shikuar prapa dhe u bë një statuj prej kripe. Kur engjëjt e nxorën Lotin, gruan dhe vajzat e tij jashtë qytetit të Sodomës, ata u thanë atyre të mos vërtetojnë prapa, por të vrapojnë drejt maleve. Gruaja e Lotit nuk ju binte engjëve. Perëndia e dinte atë që ishte në zemrën e gruas së Lotit. Gruaja e Lotit ishte si Kaini. Ajo nuk i besonte Perëndisë. Perëndia e dinte përse ajo po vështronte prapa. Ajo ktheu kokën për të parë prapa, sepse asaj pëlqenin mënyrat mëkatare të njerëzve të Sodomës. Ajo nuk donte të largohej. Ajo u tregua e marrë duke mos e marrë parasysh paralajmërimin e Perëndisë. Dhe kur vështroi prapa, ajo u shndërrua në një shtyllë kripe. Le të marrim parasysh, po të nxehemi me dikë, ne kërcënojmë me lloj-lloj gjërash, por mbas një farë kohe, ne ndoshta harrojmë. Por Perëndia nuk kërcënon dhe pastaj të harrojë. Ai është gjithmonë i njëjtë. Ai mban mend premtimet e tij për të bekuar ata që i besojnë atij dhe për të dënuar ata që nuk i bindin atij. Perëndia nuk e harron kur mëkatin derisa ai të shpagohet plotësisht. Dëmi për mëkatin është vdekja, i ndarë nga Perëndia për jetë në liçenin e zjarrit. Perëndia i do të gjithë njerëzit kudo në botë. Ai i don edhe zogjt. A nuk shiten vallë 2 harabele për një asper?
dhe megjithatë asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashin e Atit tuaj. Por ne jemi për Perëndin, më të çmuar se sa zogjt. Psalmi 139, vargu 1-4 thot: Ti më ke hetuar o Zot, dhe më nje, ti e di kur ulem edhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim, dhe i njeh të gjitha rrugët e mia, sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti, o Zot, e di atë plotësisht. Mendo për pafundësinë e njohurive të Perëndisë. Ky Perëndi i madh, i gjithditur, i plot fuqishëm, kujdeset për çdo, edhe për ju, edhe për mua. Perëndia do që ne ta dëgjojmë dhe ta besojmë, sepse Perëndia jo vetëm që është interesuar për çdo individ, por ai do të gjykojë çdo njeri që nuk e pranon ta besojë fjalën e Perëndisë. Perëndia kujdeset për ne dhe do që ne t'i besojmë atij. Por ai është i drejtë dhe i vërtetë, dhe ai do të gjykojë çdo njeri që nuk e pranon atë. Askush nuk mund të shpëtojë shqetësimit të Perëndisë. Asnjë mëkat nuk i shpëton gjykimit të drejtë të Perëndisë. Perëndia është i njëjtë sot ashtu si ka qenë në kohën e Abrahamit, Lotit, Sodomës dhe Gomorës.